Pas shumë reagimeve në opinionin publik dhe pas interesimit të Kallxo.com, është anuluar vendimi për dhënien e lejes ndërtimore për një restorant që planifikohej të ndërtohej në hapësirën publike Parku i Lirisë në Ferizaj. Para se të merrej ky vendim, Kallxo.com qëndroi në vendin e ngjarjes rreth mesditës së datës 20 mars 2025 dhe kontaktoi të gjitha palët e përfshira në këtë rast. Jemi në Parkun e Lirisë në Ferizaj, tek i cili, siç mund të shihet në pamje, një pjesë e tij është i kufizuar me rrethoja. Kjo për shkak se pikërisht këtu po planifikohet të ndërtohet një restorant, për të cilin është dhënë edhe leja ndërtimore nga komuna. Për këtë arsye dhe këndi lojrave për fëmijë është zhvendosur nga kjo pjesë në pjesën tjetër për t'i lënë hapësirë ndërtimit të këtij restoranti, e që po kundërshtohet edhe nga qytetarët që e frekuentojnë këtë park. Mendoj që s'është në rregull. Që shpëshie do më thonë projekt është një restoran privat që këmë ndërtu edhe që i pengon pjesëmarrësit do më thonë, ata që e frekuentojnë. Me marrë hapësirë? Do më thonë nuk unë dedikume për fëmijë. Kjo i kanë qenë luta do më thonë, edhe i kanë hejkë, nështë kanë me gjitë një vend tjetër më të mirë, po mënej ka hapësirat mjaftueshme për restorane. Nështë nuk është dosh bashkë këto. Ndërtimi i këtij restoranti shumë e dëmton ambientin këtu mas pari. Një herë këtu krijohet tash një atmosferë tjetër, për arsye se CO2 është më prezant, kurse këtu vim për ajër të pastër, e jo për CO2. Kështu që unë jam i mendimit që ky restoran mos më ndërtu. Ndërtimin e këtij restoranti e kundërshtoi edhe opozita në Ferizaj, e cila hodhi përgjegjësinë tek qeverisja lokale. Ne kemi një vendim ku Drejtoria e Urbanizmit ka lëshuar kushtet për ndërtimin e restorantit të një personi privat për të marruar restorant atje. Tash për neve si opozit, por edhe qytetarët e komunës së Ferizajit që janë të kundërshtuar prej se ka filluar punimet atje, e të cilët ne nuk kemi kanë në dieni që në vitin 2019 komuna e Ferizajit ka vazhduar pra kushtet për ndërtim dhe tashmë për ne është e papranueshme. Në anën tjetër, nga komuna e Ferizajt, thonë se janë detyruar të japin leje për ndërtimin, pasi sipas tyre ka pasur pëlqim të lëshuar nga agjencia pyjore. Deri te leja ka ardhur pas marrjes së pëlqimit nga pala në agjencionin e pyjeve, gjithsesi në Ministrinë e Bujqësisë dhe Pylltarisë, dhe si kronologjik komuna e ka kundërshtuar këtë marrje të pëlqimit me të gjitha forcat që ka pasur dhe me të gjitha mjetet që ka pasur, pse kemi qenë kundër ne si komunë e Ferizajt, për shkak që në kuadër të projektit ne kemi parapar zonë tjetër të vendosjes së këtyre hapësirave. Dhe për këtë arsye jemi munduar në vazhdimsi që ta kundërshtojmë palën. Gjithsesi, pas marrjes së pëlqimit, marrja e pëlqimit ka prodhuar kushtet ndërtimore si kronologjia e dokumenteve. Kronologjia ka vazhduar me marrjen e kontratës nga pala në agjencionin e pyjeve, dhe pas marrjes së kontratës normalisht që kemi qenë të obliguar ta pajisim me leje ndërtimore. Por ndryshe mendojnë nga organizata jo qeveritare Avonet. Nga kjo organizat, thonë se lëshimi i pëlqimit për ndërtime nuk e obligon komunën të jap leje ndërtimore. Komuna nuk i ka për obligim me zbatu një autorizim, një pëlqim të cilin jep palës. Komuna është përgjithëse me analizu, me vlerësu, a duhet të jep vendim të leje ndërtimore. Pëlqimi nuk është një akt me të cilin na obligon komunën mi dhon leje ndërtimore. Krahas ankesave të qytetarëve dhe shoqërisë civile, investitori i projektit e shet të nevojshëm ndërtimin e një restoranti në këtë zonë. Unë nuk e di që ka një park në botë e që nuk e ka një restorant ose një bife për një kafe. Edhe sallat e sportit janë pola publike, po mrena e ka një bife. Edhe shkollat e ka një bife. Dhe më thonë, do të me kriju një vend ku është atraktiv dhe ka mundësi mund me pi një kafe dikush. Na kemi marrë përsipër edhe me mbajtjen e vecive publike, edhe pastrimin e parkut, dhe me mbajtjen e parkut. Ndërkaq, Kallxo.com ka siguruar një vendim të Agjencisë Pyjore të Kosovës, vendim i cili është marrë të enjten për ndërprerje të kontratës për vendimin për lejen e ndërtimit në këtë zonë, duke obliguar palën që menjëherë të bëjë lirimin e pronës. Pak orë më vonë, po të enjten, edhe komuna e Ferizajt ka dalë me njoftim për anulim të vendimit për punimet në park.